Qa dënimi do marrim në xhehenem? Zjarri i xhehenemit është i rëndë, është dënimi i madh, Zoti na ruaj. Muslimani, besimtari, i kërkon Zotit gjithësisë mbrojtje prej zjarrit. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Fa anzartukum naran talazza." Prandaj unë ju tërheq vërejtjen për një zjarri i cili flakëron. Xhehenemi është dënim i rëndë. Njeriu i cili do të ketë dënimin më të lehtë në zjarrin e xhehenemit, do të ketë nën këmbët e tij prush, prej të cilit i vlojnë trut e kokës. Zoti na ruaj. Pra është i rëndë. Ky ka dënimin më të lehtë. Imagjinoje dënimet tjera. Allahu na ruaj. Ajo që të mbron, të ruan prej zjarrit të xhehenemit është adhurimi i Allahut lartësuar një të vetëm. Kush thot me bindje të plot shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Muhamedi është i dërguari i tij. E thot këtë fjalë me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem. I përmbahet kësaj fjale, i përmbahet asaj që përmban kjo fjalë. E beson Muhammedin alayhi salam, e pason Muhammedin alayhi salam, ky njeri hyn në xhennet dhe mbrohet prej zjarrit të xhehenemit. Kuptohet për një hadithit profetit alayhi salam se nuk dëgjon ndonjëri për mua dhe më beson vetëm se hyn në xhennet, dhe nuk dëgjon ndonjëri për mua dhe nuk më beson vetëm se hyn në zjarr. Zoti na ruaj. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Amin.